Nevzat Çeço, babai të ndjerit Martin Çeço nga fshati Kolanec, ka reaguar pas vendimit për ndryshimin e masës së sigurisë ndaj Martina Peollarit. I tronditur dhe i revoltuar, ai është shprehur se drejtësia nuk po vihet në vend, duke theksuar se ky vendim është goditje e dytë për familjen e tij. Ma vram për herë të dytë djali, në këto kushte do vras autorët, është shprehur ai mes dhimbjes dhe zemërimit. Ata i ka leruar që atëre, po mirë si ka mundësi. Po mirë, po të vrasë unë, më lirojnë pasaj. Jam thëj mua këta timë. Të vrasës një pa fajshme, të bërshkin pa fajshme, të lirojnë. Jam thëj mua ti, ha? Më duke se ku ma vrasin djalin për të dytë. Nuk pas ka liqë këtu. Ti mua mos më thuaj se ke probleme policinë. Unë nëse lirojnë ata, unë nuk i le, ta them drejtë. Le të vi policia dhe ma lësoj tash. Po qa kërkoj me biru mos? Po që drejtësi, unë ja përshikoj drejtësin që drejtësi pas kjo. Një pur të vrasë, e të futi burë, kjo të vrasë njëjtë pa fajshëm. Kjo unë po që ditëm tash. Unë kam 500 faqe të Nevzat Rodhit, përgjime që ka marrë gjallë për djathe, leka në të anët. Gjorë me birë mua mos më thoi se ke problem me policinë. Unë letë kem problem me policinë, unë i vrarë jam. Që të më vrasin janë skoti mua, edhe të lirojnë nga burgu, edhe të rikë që unë i vdekur jam. Deklarata e tij pasqyron gjendjen e rënduar emocionale të familjes, ndërsa çështja vijon të jetë në vëmendje të opinionit publik e organeve të drejtësisë.